Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të pozicionuar tek banorët e Big Brother VIP Kosovës. Ditën e djeshme e ftuar në Kosova Today me moderatorin e nderuar Kronin në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype ishte Gresa Gashi. Gres Gashi, një aktore e njohur, por edhe një ish banore e Big Brother VIP Kosovës, që pas përfundimit të këtij spektaklit ju e dini shumë bukur që Gresa me Vullnet Krasniqin, një banor i Big Brotherit, por edhe një personazh i cili në fakt tregoi atë anën e tij, tregoi atë të vërtetën e tij të homoseksualitetit të tij, domethënë e pranoi që është gay. Pati një lloj afrimiteti, pati një lloj nisme të bukur, një emision që filloi të merr shumë vëmendje me personazhe shumë të mëdhenj, me personazhe të artit, me personazhe shumë të suksesshëm, si tipi i Ylli Limanit, si shumë artistë në një emision që e bënte Vullneti me Gresën. Por ditëve të fundit, Gresa në TikTokun e saj pati postuar një video që thonte se unë tash do të flas me zë, biles nuk e di në qoftë se e kam regjistruar mbrëm me sa e di, se më doli në TikTok dhe dua që tua vë ta dëgjoni, se nuk ka të bën me, është kjo, dëgjoni. Qela? Ja, tu ka qenë Gresa në... Doja fol me letra qela? Ani shumë mirë. Atë largo tipi frajerit të në zamrame. Jona, sorry baby. Edhe faleminderit për komplimentin shumë. Sot dam të me kon njeri me menu që unë më shili Instagrama. Doja fol me letra qela? Ani shumë mirë. Atë largo tipi frajerit të në zamrame. Jona, sorry baby. Edhe faleminderit për komplimentin shumë. Sot dam të me kon njeri me menu që unë më shili Instagrama. Doja fol me letra... Domethënë kjo ishte. Gresa këtë ka postuar në TikTok nga makina e saj që thot atë dëshiron të flas me letra që largohu ti nga frajerim, i thot Vullnetit, dhe ditën e djeshme e ka sqaruar nga ana e Gresës, nuk kemi një sqarim nga ana e Vullnetit gjithmonë, kemi vetëm nga ana e Gresës. Gresa e ka thënë që erdhi një djalë i cili është njoftuar për një periudhë të shkurtër kohore me Gresën dhe më pas ja ka marrë Vullneti. Dhe sipas Gresës, Gresa dyshon që ky djali e ka përdor Gresën që të futet në takim me Vullnetin. Domethënë, këtu duket që Vullneti ka qenë aq i pakapshëm, sa që ky djali ka përdor Gresën, e ka gënjur Gresën që të shkonte Vullneti. Gresa dyshon shumë që ja ka marrë të dashurin, nuk ka qenë i dashuri i fokusuar te Gresa, nuk ja ka kthyer mesazhet, Vullneti është humbur me ditë të tëra, nuk ka kthyer mesazhe, domethënë sipas Gresës i bie që ka shkuar, ka ndarë momente me të dashurin e Gresës, kanë kaluar çaste bashkë, por Gresa e la të kuptueshme që nuk janë prekur shumë nga personi në fjalë, domethënë nga i dashuri, sa janë prekur nga Vullneti, sepse Vullnetin e njoh më shumë se të dashurin tim. Dhe për këtë gjën ka dhënë dhe këtë qëndrimin. Unë dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që është ky rasti i vërtet apo vetëm është thjesht një sken që po bëhet vetëm për të ngritur imazhin e emisionit të tyre?